Fundi muajit maj ka shënuar një rritje të lehtë të numrit të vizitave në urgjencën pediatrike të Fierit. Pasi intensiteti i virozave gripale ka rënë ndjeshëm, tashmë janë tonsilitet ose siç quhen ndryshe, infeksioni bajameve që po prekin fëmijët. Sipas mjekut pediatër Baftiar Hysenaj, në qarkullim janë 2 lloje tonsilitesh dhe vetëm në rastet me temperaturë të lartë rekomandohet antibiotiku. Kemi situata të qetë, pak a shumë kemi mesatarisht të 60-65 vizita në ditë. Në përgjithësi kanë qenë gjendje të mesme, gjendje nuk kemi patur, shumica marrin bekim ambulator dhe kthehen në shtëpi. Në këtë periudhë kemi pasur në masë të flasim kryesisht tonsilite, të cilat shoqërohen me temperaturë të lartë, me dhimbje grykësh, me vështirësi në gëlltitje, si dhe virozat të traktit digestiv, siç janë gastroenteritët. Moti paqëndrueshëm i pranverës i shoqëruar me ndryshime të forta të temperaturave të ajrit kërkon sipas mjekëve kujdes të veçantë për të veçlit. Shmangja e ekspozimit në diell për fëmijët është rekomandimi i përsëritur i mjekëve pediatër krahas ushqimit të shëndetshëm për të përballuar më lehtë virozat gastrointestinale që priten në vazhdim. Temperaturën e lartë japin tonsilitet, që në përgjithësi janë bakteriale, janë nga streptokoku grupit A, por kemi edhe tonsilite virale. Gjatë fundjavës në urgjencën e Spitalit të Fëmijëve në Fier u paraqitën mbi 100 pacientë të vegjël. Pjesa më e madhe me temperaturë të lartë shkaktuar nga bajamet e infektuara. Trajtimi mjekësor për këto sëmundje përqendrohet në medikamente me propolis dhe në rastin e temperaturës së lartë rekomandohet antibiotik.